Pas 3 ditësh pritjeje, ka ardhur përgjigje zyrtare nga Bashkia Fier lidhur me kërkesën për informacion për vonesat e pagesave të pensioneve të invalidëve. Përgjigja është firmosur dhe vulosur nga nënkryetaria e bashkisë, Suela Prifti, dhe shpjegon arsyet e vonesave në pagesat për personat me aftësi të kufizuara. Përshëndetje të nderuar teleshikues, në bazë të kërkesës tonë për informacion paraqitur pranë zyrës me një ndalesë tek Bashkia Fier për problemin e vonesës në marrjen e pensioneve të invaliditetit, sot na kanë kthyer përgjigje zyrtare me shkrim nga nënkryetaria Suela Prifti dhe na saktësojnë që vonesa prej 10 ditësh nga data 25 prill deri më datën 5 maj ka ndodhur për arsye të saktësimit të fondit. Kthim përgjigje drejtuar zotit Hysen Mataj. Gazetar, Televizioni Apollon, Fier. Fier, me 9 maj 2025 paraqitur pranë zyres së informacionit të Bashkisë Fier, protokolluar me numër protokolli 5509, data 6 maj 2025 ju bëjme me dijen e vijim, për njësitë administrative Qendër dhe Levan, për arsye të saktësimit të fondit, pagesa e pak, e planifikuar për të kaluar brenda muajit prill, kaloi në thesar në datë 5 maj 2025. Kjo si pas urdhër shpenzimit numër 337 datë 5 maj 2025 që e vërteton veprimin me thesarin, veprim që është ezauruar përpara ditës së paraqitjes së kërkesës suaj. Faleminderit për mirë kuptimin. Të dhënat e paraqitura tregojnë se proceset kanë kaluar përfundimisht, duke I dhënë fund shqetësimeve të ngritura nga qytetarët.